Të nderuar shikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi. Folëm erën e kaluar për një rrëfim profetik i cili fliste për detaj që për shumë veta mund të jetë nënvlerësuese për ngjarjen e një profeti me milingonën, ndërsa sot do dalë një profil krejt tjetër për një person, për një nëse mund të themi kështu, një kriminal i cili kishte vrarë shumë vet. Mendohet rreth 99 apo 100 vet, i cili në fund ndryshoi po themi rrjedh në jetën e tij. Ai vendosi të pendojë, vendosi të ishte tjetër njeri. Po cili ishte gjykimi i Zotit për të? Arriti ai të ishte një prej personave me cilën përfitoi mëshirën e Zotit dhe si rodhen ngjarjet, cilat janë urtësitë që të nxjerrim prej kësaj ngjarje e cila në pamje të parë nuk i ngjan fare asaj të parës. Si është gjykimi islam për një raport që krijon me një gjallëz kaq të vogël siç ishte Milingona herën e kaluar dhe një person i cili ka ekzekutuar me 10 vet. Dhe për të njohur më tej me këtë ngjarje, me urtësitë e kësaj ngjarje, do të dëgjojmë në këto minuta hoxhën e nderuar me të kalaja. Selam aleikum mirë se vini. Aleikum selam wa rahmetullah, mirë se ju gjeta. Por si është kjo histori kaq e tmerrshme? Faktikisht, siç e tham, domethënë shpesh herë profeti alayhis salatu wasalam fliste me shokët e tij me ngjarje të tilla, sepse këto ngjarje domethënë edukojnë tek brezi ose lën gjurmë dhe mbresa të cilat ndoshta nuk i lën fjalët e thëna si ligjërat e drejtë. Për këtë arsye dhe vetë Zoti i Madh e edukonte profetin e tij në Kur'an me ngjarje dhe me histori, po kështu edhe profeti alayhis salam bënte të njëjtën gjë me shokët e tij. Dhe kjo është një ngjarje që faktikisht ngjall tek njeriu dhe hap tek njeriu pafundësisht derën e shpresës, sepse kur dëgjon njeriu një ngjarje të tillë dhe në fund fare merr vesh se Zoti këtë njeri siç e cilësuat dhe ju domethënë ishte, le të themi, kriminal i listës së zezë. Megjithatë, me pendimin e tij dhe kthimin e tij tek Zoti, prap Zoti e fali, domethënë thot njeriu po mirë, domethënë atëherë ç'm pengon mua që të pendohem, sepse në fund fare asnjëri prej nesh nuk ka vrarë njerëz, mund të jenë mëkate dhe gjuna që mund të jenë ndoshta dhe shumica e mëkateve dhe gjunave tona mund të jenë raporte mes nesh edhe Zotit dhe ndoshta nuk kanë bën as me njerëzit. Po ky përfundoi mirë. Imagjino ne që së paku nuk kemi vrarë, prandaj thash domethënë që ky hadith domethënë hap shumë derën e shpresës. Dhe kupton njeriu se ç'është mëshira e Zotit, ç'është falja e Zotit, dhe kupton njeriu se nuk ka Zoti ndonjë përfitim personal, as nuk është personale dënimi i dikujt pse bën mëkate. Pra nëse Zoti e hedh dikën zjarr, nuk është se përfiton Zoti diçka. Faktikisht është një shpërblim i merituar. Njëkohësisht domethënë njeriu kur mendon se shpresa tek Zoti asnjëherë nuk mbyllet, asnjëherë nuk shuhet, asnjëherë nuk fiket. Në momentin që mendon se Zoti mund ta falë çfarëdo që ketë bër, kjo e bën njeriu të reflektojë, të ketë turp prej Zotit, të jetë më i kujdesur, po edhe nëse rrëshqet ndonjëherë, ka mundësi të kthehet dhe ka mundësi të pendohet dhe ka mundësi të thotë o Zot më fal dhe e di shumë mirë se Zoti ka për ta falë. Dhe për dikë që ndoshta nuk e di historinë ose edhe për ata që e din, ndoshta është mirë që ta rikrijojmë si ngjarje. Abu Said al-Khudri, pra njëri prej shokëve të profetit, tregon se një ditë profeti alayhis salam i mblodhi shokët e tij dhe ju thotë: "Ndër popujt e mëhershëm ka ndodhur ngjarja më poshtme. Ishte një njeri i cili ishte kriminal, i cili kishte vrarë 99 veta. Në një moment ai dëshiron të reflektojë dhe të pendohet. Dhe mbyllet mes tij dhe Zotit të tij dhe kërkon të pendohet. Mirë po, ai nuk dinte mekanizmin dhe mënyrën se si formën të pendohej. Pra ai mendoi se thuash o Zot më fal, kjo nuk është e mjaftueshme. Ndoshta duhet bërë diçka më shumë. Pastaj dolin popull dhe ju tha njerëzve që njite, e di si është puna, unë dua të pendohem. I thanë ata po shqyrde, po pendohesh. Tha po më tregoni për një që është më i dituri dhe ai të më orientojë se si. Kërkon një person fetar që po një të ditur, një njeri domethënë që ta orientojë se cili është mekanizmi. E orientuan tek një murg i cili ishte mbyllur në një kacollë atje dhe rrinte në vend vet, adhuronte Zotin dhe ishte i shkëputur nga njerëzit. Shkon atje dhe troket, i hapet dera,
e përshëndet dhe i thot unë kam bërë mëkate shumë, edhe dua që të më fali Zoti. I thot ai Zoti fal, po cili është mëkati jot që ti ke bërë? Tha unë kam vrarë 99 veta dhe du të pendohem. I tha ai si tha, sa ke vrarë? I tha kam vrarë 99 veta, po dua të pendohem. Tha 99 veta dhe thot që të fali Zoti? Po iko i tha se ty nuk të fal Zotit. Ishte e pa imagjinueshme për këtë mur që... E ke mbushur kupën, i tha. A e kam mbushur, tha ky, po jo, tha se e kam tek, tha numrin, po e plotsoj edhe e bëri 100. Përderisa s'm fal Zoti, plotson numrin. Pastaj më vonë nuk e linte, domethënë ndërgjegja e tij dhe donte të pendohej. Pyet sërish njerëzit, thotë ju lutem më tregoni kush është më i dituri, jo më adhuruesi. I thanë atë shko tek në filan vend, domethënë pyet tek filan dietar. Shkon dhe troket në derën e tij, dhe ja hap derën, i thotë mirë se ka ardhur. I thotë unë tot kam bërë mëkat shumë të madh, thotë gjuna shumë të madh, thotë edhe dua të pendohem. I thotë çfarë ke bërë që dukesh kaq i tronditur? Tha kam vrarë 99 dhe një tjetër tha 100. A ka pendim për mua apo është mbyllur kapitulli im? Ai u përgjigjet dhe tha, kush mund ta mbylli derën e pendimit që Zoti e ka hapur për njerëzit ndaj teje? Është e hapur për njerëzit, kështu që edhe ti je pjesë e kësaj gjëje. I tha, domethënë, tha, unë mund të pendohem? I tha, po, mund të pendohesh. Tha, si të pendohem? Tha, mjafton të kthehesh tek Zoti, të reflektosh dhe të ndjesh atë të keqen, domethënë ta urresh veprimin që ke bërë. Ta ndjesh atë që ke bërë, ta ndjesh keqardhje për atë që ke bërë, dhe i tha, duhet ikësh prej atij vendi ku ti jeton, sepse ai është një popull i keq. Ndro vend, shko tek një vend tjetër dhe orientoj tek një popull tjetër, tek një si themi ne sot shtet tjetër, sepse atë tha janë njerëz të mirë dhe do të jetë, si më thënë, ambienti shumë dobiprurës dhe nuk do të kesh arsye pse të bësh mëkate dhe gjëna si këto që ke kaluar. Ai e mori fjalën e tij shumë në konsiderat dhe shkon në shtëpi përgatitet dhe ndërmerr më njëherë udhëtimin. Duke udhëtuar aty nga mesi i rrugës, vdes, do të thonë i vjen momenti e xhelit, siç e themi, meleku i vdekjes ja merr shpirtin. Në moment prezantojnë me lajket e dënimit dhe me lajket e shpërblimit, me lajket e mëshirës. Me lajket e dënimit thanë që ky njeri s'ka bërë asnjë vepër të mirë në jetën e vet, kështu që ky njeri meriton të dënohet. Kishin boll arsye për ta konsideruar të tillë, kishte vrarë 100 vet, s'kishte bërë asnjë. Me lajket e mëshirës thanë, jo, ky njeri ka vdekur i penduar dhe ky njeri e ka bërë një punë, pra është nis për ta lënë vendin e tij, po bën hixhet, pra le të themi një lloj emigrimi, dhe emigrimi është plus tobes që ka bërë. Edhe pse nuk e ka realizuar, po së paku është interesant. Në atë moment Zoti sjell një melek prej tij, ju thot jam i dërguar i Zotit për të bërë gjyqin ose arbitrimin mes jush. Matën i thot distancën mes dy qyteteve, trupi i tij ku të jetë më pranë, ky të jetë gjykimi për të. Thot kur po e masnin tokën, Zoti i madh trupin e tij e lëvizi dhe e çoi një pllëm gjysmën e trupit nga krahu i tokës, ose i vendit ose i shtetit mirë. Në një transmetim tjetër i tha Zoti tokës ose vendit mirë afrohu dhe u afrua pak, dhe kur e matën doli që ishte më afër këtej, domethënë nuk ishte barazim situata, po domethënë ishte më këtej. Me kaq mbaron historia dhe me kaq mbaron ngjarja. Normalisht që ky hadith varet se si lexohet dhe varet se si komentohet dhe interpretohet. Ne gjithmonë domethënë në interpretimin e teksteve të tilla duhet të jemi jo kufizues, që do të thotë mbyllja e njeriu ose interpretimi i fesë vetëm nëpërmjet një hadithi apo një ajeti do të ishte shumë problem i madh. Pra ky hadith, okay, në pamje të parë mund duket edhe i çuditshëm, edhe i habitshëm, mirë po në momentin që i ofrohen dhe argumentat të tjera nga feja, atëherë ai merr kuptim të plotë. Domethënë qëllimi i profetit alayhis salam nuk është siç mund të mendojë dikush, bëj gjunate se të fal Zoti, se pendohesh një ditë. Këtë s'e ka thënë kush. Kjo nuk është as në frymën e fesë. Mirë po, nëse njeriu bën gjuna nga më të këqijat dhe don një ditë pendohet, se mbyllim dot ne atë derë që Zoti e ka hapur. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, Zoti ka hapur një derë
e cila është dera e pendimit, e cila do të mbetet e hapur deri në momentin kur të lindi dielli nga perëndimi. Kur të lindi dielli nga perëndimi, kjo derë do të mbyllet. Tani askush nuk ka drejt ta mbylli këtë derë që Zoti e ka hapur. Dhe Zoti që këtë derë ka lënë hapur, do të thonë e ka lënë hapur me konsciencë plot, dhe ai e din shumë mirë se çfarë është më e mira dhe në fund fare ai di se si vepron. Jo po njeriu atëherë i bie që të bëj çfarë dojë se pastaj or zotnik, ku ke, do të thonë askush nuk e ka në dorë që hajtë se po bëjmë mëkatet të pendohem. Jeta nuk është në dorën tonë. Nuk është se ne kemi në dorë. Ideja është nëse njeriu mëkaton, ai ka të drejtë pendohet. Ky është qëllimi i hadithit. Qëllimi i hadithit është edhe pse nuk ka të drejtë të mëkatojë, por nëse mëkaton, ka të drejtë ka të drejtë të pendohet. Jo, nuk ka drejtë të mëkatojë, nuk ka njeri të pa mëkatueshëm. Po themi për në gjunat të mëdha, që dëmton. Ore, përderisa Zoti ka ndaluar, domethënë ajo nuk duhet bërë, po ideja është domethënë po u bë, tani njeriu nuk do të kalojë në pesimizëm, njeriu nuk do të kalojë në depresion. Ka njerëz që për shkak të mëkateve dhe gjunave kalojnë në depresion. Jo po thotë se unë e dija si ma fal Zoti mua. Tani Zoti thotë Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O robët e mi, ju që keni bërë aq shumë mëkate saqë i keni humbur shpresat, mos i humbni shpresat. Po pikërisht për këtë kategori Zoti thotë unë fal, ti thua jo se s'm fal Zoti mua. Po tani unë nuk e di, domethënë. Dhe interesant është se ky person personifikon shumë për personave të cilët bën një përpjekje. Thonë mirë, hajt po vin xham, ose hajt po haxhiroj. Mirë, po prapë i kthehej gjunhaut, dhe aty pastaj i humbën shpresat. Ky shkoi për të penduar, mori një lajm të keq dhe e përsëriti prapë mëkatin e tij, e vrau dhe atë murkun. Po pastaj prapë u rikthye, ndërsa një pjesë e ndalojnë këtu atë rrugtimin e tyre drejt pendimit. E provojnë një herë, e shikojnë që nuk janë ata tipat me të cilët mund ndryshojnë dhe pastaj e mbyllin derën e rrugtimit drejt pendimit. Është si puna e dikujt o vëlla që do të marrë një zanat caktuar dhe kur shkon për herë të parë të marrë zanatin tek ustaj, i duket shumë e vështirë dhe thotë s'bëhet. Po nuk është kështu faktikisht. Pra njeriu kur do të marrë një zanat e merr shtruar. Ai ustai në fillim i thot pastro dyqanin. Nuk i ofron as pak diçka që ka të bëjë me zanatin. Edhe këtij vështirësohet edhe më shumë. Nesër i thot laj xhamat, ndërkohë që ky nuk ka ardhur as për të larë xhamat as për të pastruar dyqanin. Ky ka ardhur për të marrë zanatin dhe ky mendon se dita e parë do të futet jo. Dhe ndërkohë ngjarja merr zgjidhje. Pra ideja ku desha të them domethënë, edhe njeriu që vjen don të pendohet edhe vjen në xhami dhe mendon që me ardhen në xhami tani do të ndryshojë jeta e tij, domethënë 180 gradë. S'është e thënë. Sepse je akoma i lidhur me botën e kënaqësive, me botën e tundimeve dhe nuk është e thënë. Gjërat nuk ndryshojnë në një moment, me një veprim. Njeriu mund të ndryshojë mas 6 muaj, njeriu mund të ndryshojë mas një viti. Ka për atyre që ndryshojnë edhe më shpejt, pra nuk është e thënë që gjërat funksionojnë me çelës, sepse njeriu përbëhet nga gjaku, njeriu përbëhet nga mishi, njeriu përbëhet nga shpirti, nga sistemi nervor, nga le të themi nga përbëhet edhe nga shkuara e tij, të cilat lej gjurmë. Kështu që nuk është absolutisht nuk është e lehtë, nuk është robot. Ai edhe një kompjuter kur do t'i ndrosh programin, do të marrë 10 orë kohë ndoshta derisa të zëvendësohet komplet programi. Në fund fare është një kompjuter, jo më njeriu, i cili ka sistem nervor, i cili ka psiqikën, i cili ka, domethënë, ndjeshmërinë, i cili ka lidhjen, i cili ka vartësinë prej diçkaje, kështu që nuk është e thënë. Nuk është e thënë që njeriu të ndryshojë më njëherë, po duhet që njeriu të tentojë vazhdimisht. Për këtë arsye profeti alayhis salam për ta mbyllur këtë gjë, domethënë, profeti alayhis salam tha, nëse njeriu bën një gjuna dhe thotë o Zoti im, unë e bëra këtë gjuna, po unë besoj se s'mund ma fali kush përveç teje o Zot, më fal për këtë që bëra. Zoti flet dhe thot, robi im, e din se s'mund ta fali kush tjetër përveç me dhe unë do ta fal. Thot, nëse e bën prap dhe thot të njëjtën gjë, prap Zoti do të bëjë të njëjtën gjë. Nëse e përsërit prap dhe thot të njëjtën gjë, pra përsërit gjunahin, atë apo diçka tjetër, nuk është e thënë, thot Zoti prap do të thot të njëjtën gjë. Dhe nëse e përsërit prap Zoti do të thot, le të bëj robi im çfarë të doj, mjafton që të pendohet dhe unë do ta fal. Pra këtë bësh me një Zot i cili e thash edhe në fillim, domethënë, nuk e ka personale problemin. Zoti, nëse na ka thënë neve duhet të pendohemi për të reflektuar dhe për të pastruar ne nga gjurma e zezë e mëkatit, sepse xheneti është vend i pastër dhe mëkati është i pisët. E që të futesh në xhenet duhet pastrohesh nga pislliku dhe papastërtia e mëkatit. Dhe keqardhja, nedem, keqardhja, refuzimi asaj që ke bërë. Dhimbja në shpirt për atë që ke bërë është një lloj, le të themi, detergjendi, një lloj pastruesi,
një lloj energjie që e fshin gjurmën e mëkatit dhe rëndesës që ka bërë mëkatin në trupin e njeriut. Ky është qëllimi. Si më thon Zoti i Madh, edhe kur na ka thënë të pendohemi, edhe kur na ka thënë të reflektojmë, edhe kur na ka thënë që duhet ndjejmë keqardhje për atë që kemi bërë, faktikisht e ka thënë se duhet të jemi të pastër për në xhenet. Për këtë arsye ka njerëz që nuk i pastron dynjaja, as agonia e vdekjes, as varri, as provat e ditës gjykimit do të pastrohen diku tjetër nëse nuk i kap mëshira e Zotit, amnistia prej Zotit në ditën e gjykimit apo ndërmjetësimet e tjera e tjera. Pra ideja është mos harrojmë se xheneti është ardu tayyibin, vendi i të mirëve, vendi i nuk pranon asnjë papastërti. Aty duhet të jesh i pastër, domethënë. Nëse nuk pastrohesh me të gjitha seancat e pastrimit që Zoti ka bërë në këtë botë për të pastruar njeriu, atëherë do të pastrohet diku tjetër. Për këtë arsye edhe kjo lloj keqardhje që ndjen njeriu për atë që ka bërë, Zoti e konsideron si pendim. Profeti alayhis salam thotë inma an-nadamu tawba. Keqardhja për të keqen, për mëkatin e bërë është tek Zoti pendim. Pra është siç themi ne haxhi është Arafat. Domethënë thelbi dhe gjëja më kryesore, ose një nga gjërat më kryesore që ka haxhi është Arafati. Pse tawafi nuk është i rëndësishëm në haxh? Është shumë i rëndësishëm. Mirë, po tawafin mund ta bësh edhe mas 3 muajsh, edhe mas 5 muajsh. Por Arafati ka vetëm një kohë caktuar. Ka kohë caktuar. Edhe keqardhja për mëkatin është thelbi. Pastaj gjërat e tjera vijnë, domethënë. Dhe ky është thelbi dhe ky është qëllimi. Pra ideja, siç ata thashë në fillim, profeti alayhis salam deshi që derën e shpresës që Zoti e ka hapur për robët e tij, mos guxoj kush ta mbylli, edhe nëse mëkati i personit ka arritur si ky. Që unë nuk besoj. Që janë njerëz të rrallë që të arrin e kriminal. Përveç atyre që bëjnë luftra në këto kohë që numri i vrarëve nëpër luftra të pafajshme ka arritur në miliona, po themi, ka, nuk është se s'ka. Së pagu kjo është rruga. Edhe për këtë dera e pendimit është e penduar. Përderisa Zoti akoma s'e ka marrë. Nëse pendohen tek Zoti, nëse kthehen në Islam, Zoti i falë. Ngjarja ndryshoi, si thua, katësipërisht kur nga një adhurues me cilin njerëzit mendonin se ai ishte personi i cili mund të tregonte rrugën e saktë për tek Zoti, ky shkoi tek dietari. Pra diferenca mes atyre që ne i njohim si shumë të devotshëm, shumë fetar, por që ata nuk kanë dije, dhe diferenca mes atyre të cilët ndoshta nuk janë shumë të ekspozuar tek njerëzit si adhurues të mëdhenj, por se kanë dije, din atë çka Zoti ka thënë në librat e shenjtë dhe çka kanë transmetuar mes profetëve. Unë mendoj se këta njerëz të devotshëm janë dy kategori. Njerëzit e devotshëm dhe të përkushtuar, të cilët nuk prononcohen për paditurinë e tyre. Pra pranojnë që janë të kufizuar në një orientim të tyre dhe orientojnë diku tjetër. Unë mendoj që këta janë ata të devotshmit e vërtet. Dhe kemi një kategori të devotshmish, të cilët janë shumë përkushtuar ndoshta ndaj Zotit, shumë adhurues, ndoshta edhe në aparencë janë shumë të përkushtuar ndaj traditës profetit alayhis salam, mirë po këta flasin dhe prononcohen për çështjet e fesë pa qenë të kompetent dhe pa qenë të ditur për atë që flasin. Unë mendoj se kjo kategori është llumi dhe kategoria më e zezë në mesin e muslimanëve. Dhe njerëzit më të rrezikshëm në mesin e muslimanëve. Për më rrezikshmëri sepse panorama e tyre tërheq. Domethënë çfarë ndodh me njerëzit në përgjithësi, le të flasim me ata që janë jashtë xhamiave. E kanë njërin fis ai që shkon në xhami, ose që kanë një paraqitje shumë të mirë. Dhe ai atë e pyet për gjithçka. E merr si hor, si referencë fetare. Absolutisht. Dhe ky është njëri prej dy njerëzve. O do t'i friksohet Zotit me të vërtetë dhe ka kuptuar fenë ashtu siç duhet dhe thotë djo, unë nuk jam kompetent për të dhënë përgjigje për gjithçka. Ose, domethënë do të flasë pa kompetencë, do të flasë me ignorancën e tij dhe me padijen e tij. Faktikisht ky njeriu, domethënë, edhe pse duket si fetar dhe shumë i devotshëm, ky në fenë islame konsiderohet prej njerëzve më të këqij, domethënë. Sepse mëkati më i madh në Islam, mbas idhujtarisë, është të flasësh në fe dhe në besim, të flasësh në emër të Zotit apo në emër të profetit, pa qenë i sigurt dhe pa pas dituri të vërtetë. Dhe problemet më të mëdha, kjo kategori njerëzish në ka sjell. Këta njerëz cilët bota jashtë, masat kur i shohin si njerëz të fesë, dhe ata nuk bëjnë dallim. Ato kujtojnë se kush e ka mjekën më të madh është dhe më i dituri në Islam, ndërkohë që s'ka lidhje, mund të ketë një mjekër shumë të madhe, mirë po në dituritë e Islamit mund të jetë fillestar. Ashtu siç ndodh edhe e kundërta. Mund të ketë mjekër të madh dhe mund të jetë imam, dhe mund të jetë hoxh shumë i madh dhe mund të jetë referencë, siç kanë mesin e hoxhallarëve tanë njerëz të nderuar, të cilët kanë edhe paraqitjen po edhe diturinë.
Po ka edhe të tjerë që ndoshta paraqiten nuk e kanë ashtu goxha, po janë njerëz cilët janë kompetent për të folur për fenë e Zotit në çdo lloj le të themi në çdo lloj fushë. Domethënë ne le të themi fetarët duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Hoxhallarët duhet të jenë më të ekspozuar për popullin mësimi tjetër. Pra nuk duhet të jenë të fshehur. Njerëzit nuk duhet t'i lejmë të gabojmë. Ne si hoxhallar duhet shfaqim më shumë edhe duhet t'i orientojmë njerëzit. Të më prezent në jetën e njerëzve. Në sqarimin e problematikave. Njerëzit mos të orientohen tek njerëzit të gabuar. Destinacione të gabuar pastaj. Ndërkohë ky person i cili niset dhe pendohet, si thua, duhet sipas këshillës së dietarit, duhet të ndryshojë realitetin, vendin ku jeton, ambientin, sepse ka krijuar disa raporte me disa njerëz që ata e konsiderojnë për kriminal dhe ky konsideron ata si njerëz që ka bërë padrejti dhe nëse do të vazhdojë ashtu, do të vazhdojë tradita e tij sjelljes. Ndërkohë që ne gjejmë njerëz të mesin tonë të cilët udhëzohen, mirë po kanë pa atë shoqëri, pa atë ambient, pa ato po themi sjellje, pa ato a duhet që edhe këta njerëz të cilët kanë një të shkuar ndoshta kriminale të bëjnë dhe një ndryshim në raport me shoqërinë e tyre, me ambientin e tyre. Ndoshta jo detyrimisht ikin në një shtet tjetër, po së paku ambientin ku ata. Kjo nuk vlen vetëm për njerëzit me një të shkuar kriminale, edhe për mëkatarët, edhe për gjunaqarët. Nëse njëri bëhet musliman dhe do të lejë drogën, është normale që do të lejë dhe shoqërinë e drogës. Sepse shoqëria e drogës në një moment caktuar do të ftojë. Pa hajde burse të edhe falesh se ta fal Zoti. Pa hajde burse një moment dobësie dhe pastaj e gjithë situata shoqëria e drogës apo shoqëria e krimit etj etj. Domethënë, kjo nuk vlen vetëm për ata, le të themi kjo vlen për gjithë edhe për ne. Nëse duam të shkëputim nga një mëkat, duhet të shkëputim edhe arsyet që na çon drejt këtij mëkati. Për këtë arsye Zoti në Kur'an për shembull kur ndaloi besimtarët nga një vepër X e ndaluar, ju tha mos ju afroni. Nuk tha mos e bëni. Pse? Sepse duke u afruar shkon drejt mëkatit dhe drejt gjunave. Ne dim shumë të rinj për shembull që kanë përfunduar mbi xhoz. Si? I kanë marrë shokët vetëm për një skedin. I kanë marrë shokët, ja kanë paguar shokët ndoshta skedinën apo atë lojën te kompjuteri. Po aq ka qenë historia dhe ai është bërë tashmë domethënë nuk shkëputet dot dhe është bërë smundje. Kështu që të rregullosh ambientin, të rregullosh shoqërinë është kriter. Për shembull në kohën e pejgamberit alayhisalatu wasalam, sahabët që bëheshin musliman e ndryshonin. Do thonë shkonin tek pejgamberi alayhisalam, tek ky grupi i ri i besimtarëve, sepse me të vërtetë aty merrnin ushqimin e duhur, aty merrnin dritën e duhur. Kështu që duhet një gjë e tillë. Duhet që njeriu të jetë i kujdesshëm për ambientin që e rrethon, sepse është normale në momentin që ndodhesh në një ambient i cili vazhdimisht fton, vjen një moment që shejtani mund të lozë dhe thotë s'ka gjë, Zoti ta fal. Ashtu si mund të lozë me ty në moment pastaj dhe thotë që po ti e dishe Zoti s'ta fal. Pra ideja është domethënë ruajtja, kujdesi ndaj ambientit dhe mjedisit, ai që me të madhe i mshohet në Kur'an, në hadithe e Profetit alayhis salam, shoqëria e mirë ose ruhu nga shoqëria e keqe. Si tha Profeti alayhis salam, tha shembulli shokut të mirë dhe shokut të keq është si shitësi i parfumeve dhe kovaçi që i themi ne. Kovaçi, po. Shitësi i parfumit ose ta e bën dhuratë parfumin, ose edhe po sta bëre dhuratë në fund fare do të rish në një ambient ku aroma është e mirë. Ndërsa kovaçi, edhe po nuk t'i dogji rrobat, a më je në një ambient që do të bësh i tymrat aty ambienti do të jetosh me erë të keqe. Do të lëngjur. Edhe shoqëria, domethënë, shoqëria është e tillë. Normalisht që për veten njeriu ka shumë vështirë të ndryshojë shoqërinë. Për këtë arsye Zoti thotë në Kur'an: "Wasbir nafsaka." Mundoje veten tënde, se nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Ne nuk themi për një shkëputje drastike, se shkëputja drastike ndoshta është e vështirë. Mirë po një shkëputje e cila vjen me përshkallëzim. Sepse ti po ndryshon tashmë status, nuk je më po themi njeriu i bilardove, i skedinave, dhe s'mund të kesh një jetë raporte, kështu që të kesh dhe një vetdije që Zoti tashmë të ka zgjedhur, të ka nderuar dhe do të synosh për një shoqëri më ti je më ambicioz, ndoshta. Se mos keq kuptohet dikush se për bilardot nuk ka problem. Skedina ka problem. Këto çështë e bilardit tek ne gjithmonë kanë qenë vendet ku edhe alkooli ku vendosën. Apo kush shumë pagun. Kush shumë pagun. Ktheheni një lloj bixhozim tepërse një lloj argëtues. Kush shumë pagun është si bixhozi. Është si bixhozi. Sepse është ajo risku i fatit brenda. Domethënë është e vërtetë domethënë që njeriu duke qenë
duke qenë shoqëri të tilla i lehtësohet puna. Për këtë arsye është mirë të shkëputet. Po unë jam edhe me këtë, domethënë që shkëputja mos jetë drastike. Se do të shërben dhe për ata për të çuar mesazhe. Ose shërben për ata, po edhe shkëputje drastike njëre ka të vështirë. Domethënë ta ambientohet më një herë me një ambient i cili është krejt i huaj për të. Mirë po, e përgatit situatën. Dhe shumë vëllezërve kur na kanë pyetur, domethënë, kështu ju kemi thënë, ti mos bësh shkëputje drastike, se në fund fare edhe këta njerëz duhet inshallah të bëhet dikush sebeb për ta. Mirë po, orientimi yt të jetë këtu. Pra ti jesh i mbështetur këtu dhe këtu punon avash dal nga dal, edhe ka pasur shumë raste të tilla që një person është bërë sebeb për 10-15 persona. Ju ka thënë për shembull kanë ndejt, nuk i ka bërë haram, domethënë kanë ndejt dhe ju ka thënë e di se është puna. Hajde shkojmë në xhami për xhuma ose hajde shkojmë falem teravit. Dhe këta janë njerëz të mirë. Pra njeriu pse bën mëkate dhe gjuna nuk do të thotë se është i keq. Janë shumë prej këtyre njerëzve të cilët le të themi janë njerëz të alkoolit, të drogës, të zinas, po janë njerëz të mirë. Domethënë njerëz që thjesht duhet dikush të punojë. Brumi është i mirë. Atëherë në momentin që ky personi i penduar i kthyer në rrugën e Zotit, ju ka thënë jani, kanë ardhur, kanë provu, janë bërë si grup komplet, janë kthyer të gjithë në rrugën e Zotit dhe fenë e Zotit. Dhe bëhet një grup shumë i mirë, shumë i konsoliduar. Kështu që domethënë shkëputja drastike ndoshta është pak e vështirë, po edhe nuk është e këshillueshme drastike. Po gjithsesi në raste kur bëhet fjalë për mëkate që mund të si më thon mund të ndëshkohesh për shkak të prezencës me ta, që është çështje tjetër pastaj. Po flasim përgjithësi. Pra nuk kemi për një shkëputje drastike, sepse lënë edhe gjurmë jo të mira, edhe tek familja, po edhe tek shoqëria. Një mbyllje. Gjërat të funksionojnë natyrshëm, po brenda një vetdije që tashmë nuk je më i pari. Koscienca dhe vetdia se duhet më qenë në kujdes të vazhdueshëm. Rikthehemi pas pak hoç për të vijuar me tjera urtësi të kësaj ngjarje. Pra miq, rishihemi në pjesën e dytë. Rikthehemi në këtë pjesë dytë miq dhe po flasim dhe po tregojmë një prej ngjarjeve më të njohura në rrëfimet profetike, ngjarja e personit i cili vrau 99 vet dhe kërkoi që të pendohej. Dhe hoxha e shpjegoi rrugtimin e tij. Dhe i pikërisht tek momenti hoxh që ky vendosi të shkputej nga shoqëria e tij dhe të shkonte në një realitet tjetër. Ndërkohë rrugës i erdhi vdekja. Na jep kjo një mësim se vdekja mund të vijë shumë shpejt. Ndoshta aq shpejt sa ne nuk e mendojmë dhe përpara momentit se ne mund ta imagjinojmë se do vi moment të bëjmë haxhin, pastaj të pendohemi, shumë vetë mendojnë që haxhi dalin në fund të jetës vet, se atëherë do fshihen gjitha gjunat, ndërkohë që vdekja vjen pa pritur. Pra, si duhet ta kemi vetdijen tonë raport me vdekjen dhe pendimin. Shumë e rëndësishme domethënë kjo gjë, domethënë se ne nuk kemi asgjë në dorë. Edhe nga momenti në moment, siç e thatë edhe ju, domethënë njeriu mund të vi exheli, kur vjen exheli thot Zoti, as mund ta afrosh, as nuk mund ta largosh. Bëhet fjalë me momente, jo, nuk bëhet fjalë me orë apo me ditë. Domethënë s'ke hapësi as më thonë o Zot, më fal ndoshta se të zën duke ngrënë apo të zën gjumë apo të zën në një aksident apo diçka tjetër. Kështu që njeriu domethënë duhet të ndërmarrë hapat përpara sa është koshient për atë që po bën. Sa herë ka ndodhur që njerëz, siç e thatë ju, kanë thënë do ta bëjmë dhe nuk kanë arritur ta bëjnë. Jo po të mbari këtë se pastaj e bëj, ndërkohë që as këtë s'ka bër, as atë tjetrën nuk e ka bërë. Edhe fetarisht është gabim të thuash që do pendohem kur të vi Ramazani ose do ta lej këtë haram kur të shkoj në haxh. Pra fetarisht kjo është haram që ti vazhdon duke e bërë. Ti domethënë me këtë formë sikur justifikon vetveten. Sikur i vendos kushte Zotit që sikur i vendos kushte Zotit se unë sa ta bëj këtë do ta bëj domethënë. Për këtë arsye unë thash domethënë ka pas shumë raste që njerëz kanë thënë gjëra të tilla, mirë po thashë nuk kanë arritur as të parën as dytën. Ju ka ardhur vdekja edhe më shpejt domethënë. Kështu që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm edhe duhet ta mendojë domethënë vdekjen si një moment i cili është duke na pritur diku dhe ne thjesht do ta takojmë. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Vdekja prej së cilës ju arratiseni do t'ju takojë përballë. Domethënë dikush mendon se vdekja po na ndjek. Edhe do të vijë një moment që do të na kapi. Jo, ti je duke shkuar drejt atij stacionit ku është vendosur vdekja. Edhe pritet si thua që absolutisht ti domethënë kado që të lëvizësh sa je gjallë, domethënë ti po shkon drejt atij orientimit ku po të pret vdekja. Dikë po e pret në det, dikë po e pret në avion, dikë po e pret në klasë, dikë po e pret në gjumë dhe thjesht ai po pret momentin që
takohet me vdekjen. Kështu që njeriu kështu duhet ta mendojë domethënë jetën e kësaj bote dhe nuk është ai kompetenti se sa do të jetojë dhe se si do të jetojë dhe siç e thatë edhe ju, domethënë artikulimi më i bukur, ti nuk mund t'i vesh kushte e Zotit për pendim. Ndërkohë ky person u nis edhe ndoshta nuk arriti në destinacion e dur, por se ju thatë që Zoti i dha urdhër tokës, pra një krijesë kaq të madhe që për një pendim i cili akoma nuk ishte realizuar, Zoti ja plotësoi. Si thua, mendimi i mirë që duhet kemi për Zotin se ne të nisemi, po edhe nëse nuk e arrim, Zoti ndoshta dhe tokën do ta zgjerojë për të Zoti sheh zemrën përpara se të shohë veprën. Pra përderisa ky njeri u pendua, reflektoi, djeu keqardhje dhe bëri diçka konkrete. Ky nuk është se ndeti atje dhe tha nesër do të shkoj tek qyteti tjetër. Ky shkoi, u përgatit, u nis. Vdekja e Zurit nuk pa ky nuk është se nuk bëri vepër të mirë. Ky nuk është se nuk tregoi që nuk kishte thjesht qëllimin e tij për të penduar, po ky përveç qëllimit për të penduar, ky bëri edhe diçka konkrete. Pra ky lëvizi, u lodh. Pra u pendua dhe mas pendimit u lodh, bëri një vepër të mirë, bëri hijret, bëri emigrim. Bëri diçka konkrete, jo thjesht duke thënë kështu spontanisht. Domethënë edhe Zoti i Madh të gjitha këto i merr në konsiderat. Edhe mos harrojmë faktin që Zoti sheh mbi të gjitha qëllimin e njeriu. Dhe në momentin që njeriu ka qëllimin dhe e vërteton qëllimin me diçka, kjo është më se mjaftueshme, edhe nëse njeriu ndoshta nuk realizon një gjë të tillë. Si argument për shembull, thotë, nëse njeriu ndron jetë me ihram pa e bërë haxhin, tek Zoti do të ringjallet duke thënë lebejk Allahumma lebejk. Pa si një haxhi si thua. Një haxhi domethënë. Kështu që Zoti i Madh sheh zemrën e njeriu përpara se të shoh veprat e tij. Mirë po veprat tregojnë se çfarë ka njeriu në zemër. Sepse shpesh gënjej veten duke thënë se ne kemi shumë besim në zemrat tona, po nëse analizojmë veprat shohim që realisht këta që thonë ne kemi zemrat e pastra ose kemi zemrat e bardha, domethënë më duket si puna e atij njeriu që nuk i lan durët edhe thotë gjithse unë zemrën e kam shumë pastër, po më dakord, zemrën e ke të pastër, po laj durët. Edhe puna e këtyre njerëzve do të thonë që zemra, okay, ne nuk dëshojmë tek zemrat e askujt, po bëj pra diçka që me të vërtetë të dëshmohet kjo. Të dëshmohet. Dhe dëshmoj. Ndërkohë ky person arriti qëllimin e çdo krijese, arriti mëshirën e Zotit, arriti finalen. Është për personave, për banorëve të xhenetit, për njerëzve të zgjedhur të Zotit. Ndërkohë sepse kështu e mbylli jetën, e mbylli me pendim. Ndërkohë që kemi realitet shpesh të kundërt. Shumë njerëz e nisin me udhëzim, e nisin me adhurime, mirë po duke menduar se janë njerëz që kanë vite që adhurojnë Zotin, shkojnë drejt gjunao, drejt ndaluarës dhe e mbyllin jetën si thua me gjunahe, me ndoshta edhe me krime. Si thua, këta janë krejt e kundërta e kësaj. Pra sa e rëndësishme është që ta mbyllim jetën në formë më tepër se sa ta fillojmë. Mbyllja e jetës në vepër të mirë është faktikisht shpërblimi që Zoti i jep besimtarit në këtë botë. E nëse një njeri e mbyll jetën e tij me të keqe, do thotë se Zoti i Madh ka treguar se çfarë ka qenë realiteti i njeriu në këtë botë, pavarësisht se si është dukur ai. Për këtë arsye, domethënë, ajo që i ka djersitur të parët tanë, nderuar, Zoti pas mëshiruar, ka qenë pikërisht momenti se si ta mbyllin jetën. Kjo e ka bërë që vazhdimisht të jenë reflektues, vigjilent, kujdesshëm. Asnjëri prej tyre, domethënë, nuk është mjaftuar me atë që ka bërë. Nuk është mjaftuar me atë që ka bërë. Gjithmonë ka menduar se si do të më gjej momenti i fundit i jetës time, sepse siç thuhet në një hadith, thotë çdo gjë varet se si e mbyll. Ose ajo është një shprehje shumë e bukur në Islam që thotë lejset al-ibratu bi kamalil bidayat walakin bi kamalin nihayat. Nuk është interesant fakti se sa mirë e ke nis, po se sa mirë e ke mbyllur. Kështu që ne nuk duhet të mashtrohemi me të mirën tonë të kaluar, por ne duhet të jemi të kujdesshëm se si mund ta mbyllim jetën tonë. Për këtë arsye gjithashtu transmetohet se është thënë gjithçka varet se si e mbyll njeriu jetën e tij. Dhe njeriu me atë gjë që e mbyll jetën e tij, me atë gjë që e mbyll jetën e tij, me atë do të dalë përpara Zotit të tij. Kështu që kjo duhet na marrë merak. Prandaj duhet që vepra më të mirë ta kemi të fundit. Absolutisht që të dalim me të parë. Por tash prej lutjeve profetike është, o Allah, bëje punën tonë më të mirë të fundit të jetës tonë. Që të jetë përfundimi sa më i mirë. Ndërkohë duket sikur për të rikthyer hadithit rrëfimit profetik ku dy kategoritë me melekëve, melekët e mëshirës dhe të dënimit
vinë të dyja në të njëjtën vendngjarje. Ndërkohë ne dimë që me lajket janë krijesa precize, të sakta, e dinë shumë mirë çfarë do të bëjnë, janë të qarta, nuk kanë emocion brenda vetes që të ndikohen dhe këtu duket si një lloj përplasje, si lloj kaosi mes këtyre dy kategorive. Cila është urtësia e kësaj, sepse çdo gjë ka urtësinë e vet. Absolutisht, kjo është interesante dhe e bukur. Po t'ishte ngjarja kaq e thjeshtë që erdhën me lajket e mëshirës dhe e morën dhe çuan në xhenet, domethënë mirë po në momentin që Zoti i Madh, domethënë i dërgon me lajket, sepse siç e thatë edhe ju, me lajket nuk bën asgjë nga vetja e vet, çdo gjë kanë me orientim nga Zoti. Dhe meleku i vdekjes, ai që merr shpirtrat, shoqërohet me lajket e mëshirës dhe me lajket e dënimit. Zoti në këtë rast, domethënë me urtësinë e tij, që ngjarja të bëhet interesante dhe për zbuluar më tepër urtësi pastaj, për të medituar më tepër. Dhe që ne të kuptojmë mëshirën e Zotit. Meleku të vdekjes i ka thënë të shkosh me të dyja palët. Edhe kur ka shkuar me të dyja palët, tani me lajket janë gjetë përballë një fakti se çfarë të bëjmë. Një grup me lajkesh kanë thënë përderisa Zoti na çojë, do të thotë se ky është për ferr, për xhenem. Këto tjerë kanë thënë përderisa Zoti na çojë, ky është penduar dhe ka bërë diçka, prandaj na çojë Zoti. Atëherë Zoti ka sjellë një melek jashtë palëve si arbitër dhe ju ka thënë, e di si është puna? Matni mes dy tokave dhe Zoti e dinte shumë mirë se trupi i tij ku ka anuar më shumë. Masni mes dy tokave dhe Zoti është i plotfuqishëm që këtë ta afrojë dhe këtë ta largojë. Pra ideja është domethënë Zoti i Madh domethënë tregon domethënë mëshirën e tij dhe se si demonstron edhe një herë fuqinë e tij dhe mëshirën e tij. Absolutisht, dhe mëshirën e tij, domethënë Zoti i Madh domethënë tregoi nëpërmjet kësaj të fundit se si Zoti i Madh e trajton njeriu e penduar me keramet mbas vdekjes. Sepse çfarë i ka ndodhur këtij quhet keramet, pra mrekulli ose nderim prej Zotit mbas vdekjes. Zakonisht kerametet ndodhin gjatë jetës kur njeriu është gjallë. Këtij ka ndodhur kerameti mbas vdekjes. Atëherë kur i duhet më tepër. Atëherë kur i duhet më tepër. Pse? Sepse Zoti më do më na tregu me këtë gjë që mëshira ime është mbi edhe perceptimet e me lajket. Logjiket. Domethënë nëse me lajket janë krijesa që perceptimin e kanë perfekt. Me lajket, pse? Sepse nuk kanë epsh dhe tundim. Pra me lajket funksionojnë vetëm me arsye dhe logjik. Megjithatë, mëshira e Zotit dhe falja e tij është mbi perceptimin perfekt që kanë me lajket. Le të shpresojmë Hoxh që një përfundim të tillë me kerametet ta kemi edhe ne. Lutem Zotin që të na mbylli jetën me të mirë të gjithë neve edhe teleshikuesve të gjithë besimtarë. Zoti shpëlbeft. Në dhe Zoti shpëlbeft. Dërë miq, kjo ishte historia e dhimbshme në nisje, por se me një mrekulli siç tha Hoxha në përfundim dhe realisht le të shpresojmë dhe le të lutemi që vepra më mirë e jona të jetë vepra e fundit me cilën pastaj të kemi mundësi që të ringjallemi tek Zoti me këtë vepër dhe të përfitojmë prej mëshirës dhe begative të tij. Do të shpresoj që na ndoqë. Selam aleikum, mirë takofshim. Mm-hmm.